A jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë me podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Shikues të nderuar, selam aleikum. Vazhdojmë ne me podcastin ton me Refrim. Pushim s'ka hiç, pushim xhenet Ali. Vazhdojmë, domethënë verën elhamdulillah kalum çdo javë nga një podcast. Tash vazhdojmë edhe në vjesht, edhe në dimër inshallah me Allahun përpara. Kurse mysafirë kena hoxhën e ndëruar Muharrem Ismaili. Mirë se erdha hoxhën e ndëruar. Mirë se u gjetëm, e nderuar sallallahu. Si po kalon? Shumë mirë. Allah i tret inshallah. Pyetje përgjigje, hina apet në Facebook të mesazhet se siç e kemi treguar në emisionin e kaluar, unë jam admin të hoxh Muharrem Ismaili në Facebook edhe i përzgjodhëm do pyetje të japim përgjigje hoxh. Elhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah al-Mabuth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi ila yawmiddin. Thumma ma ba'd. Allahu azza wa jalla falenderojmë për ti falje dhe ndihmë kërkoj. Amin. Kurse përshëndetjet tona, salavatet tona ja dërgoj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Ju falenderit për ftesën, ju falenderit për mundin, angazhimin, kontributin, juve dhe gjithë mysafirëve të cilët marrin pjesë në këtë emision, në podcastin me Refrim, që mundojmë me marrë të frim që ndosh, e të mirë të bishme gjatë këtyre çasteve dhe momenteve që kalojmë së bashku. Unë kam përmend një herë më herët, po përsëri po përmendi shkaku se ndjej si obligim ndaj gjithë atyre që më ndjekin në profilin tim, që të kërkoj falje që nuk mundem personalisht të mbikëqyri faqen time të Facebookut dhe nuk mundem gjithëve të përgjigje, përpose her pas here që pyetjet adminat që janë 3 ose 4 ose 5 se disa eni, thotë kur mi dërgojnë mesazh privat në telefon atëherë dhe u përgjigjem. Gjithata Zoti i shpërbleth për mirëkuptimin që kanë ndaj meje dhe sinqerisht kërkoj falje që nuk mundem të rigati pyetjeve dhe dilemave që i paraqesin vëllezërit dhe motrat në profilin tim të Facebookut. Allahu na lut që gjithata Allahu t'i shpërblen me të mirat e të panumërta që nuk na hidhëron dhe na arsyetojnë shkaku i kësaj dobësie dhe lëshimi që ndoshta unë nuk mundem të rigati pyetjeve dhe kërkesave që i kanë ato në profilin tim. A të vazhdojmë me pyetjen e parë? T'ja nismi? Bismillah. Hajde. Pyetja e parë thotë kështu. Plus 18 kjo pyetje, domethënë ju lutem fëmijët largoni nga ekranet. Thotë kështu ka shkruar një mesazh, një pyetje, e kam zon burrin thotë shpesh duke shikuar filma pornografik. Një këshill thotë nga hoxha. Sikur të ishte kjo pyetje e fundit, ndoshta do të ishte më mirë që parashtrove kjo motër, kjo bashorte, kjo besimtare që ka paraqit këtë shqetësim në pyetjen që na ka dërguar neve se çfarë duhet bën ajo. E cila është provu me këtë sprov. Është sprovë e madhe që një besimtar të sprovohet me shikimin në haram. Shikimi në haram është në formë direkte ndalume nga ana e Allahut azza wa jall. Andaj Allahu azza wa jall na thot në Kur'an: "Kulli mu'minina yaghuddu min absarihim", thua ju besimtarve, le t'i ulin shikimet e tyre, le ta ulin shikimin e tyre, më mirë thonë. Allahu azza wa jall i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thua ju, e urdhëron. Nuk ka këto hatër, nuk ka këto të kemi kujdes t'ja themi apo mos t'ja themi. Si cilët besimtar du t'i themi uleni shikimin. Allahu azza wa jall na e ka bë me dije se hapi i parë për me rana moralitet është shikimi në haram. Askush nuk ka rana moralitet në zina, në atë mëkat të madh
që trishton edhe banorët e qelit nga i gjuna i madh, pra që është zinaja, pa shikun në haram. Dhe hapi i parë për më ranë në haram është shikimin në haram. Shikimi në haram është kategori, me shikun në një femër e cila nuk është bashortja yte dhe nuk është nga mahremat e tu, me qenë edhe mbulume me shiku, është ndalume me fe. Dhe nuk i takon besimtarit që të i shikon gratë e huaja. Kjo është ofendim për ato gra, është ofendim edhe për bashortët e tyre, për vlezrit e tyre, por edhe për atë nderin e tyre, si femra dhe si një gjinie kundërt, si gjinie e butë e cila njihet. Dhe çdo besimtar i cili është sprovu me këtë sprovë, që është sprova e shekullit ton, duhet me dojë mos sa më shpejt të bën tobe dhe të pendohet te Rabbul Alemini. Që shikon në haram, madje ky shikim në haram nuk është i thjesht, është shikim në haram madje edhe në pjesë më intime të një pale tjetër, pa më parasysh ai ka atë aktrim apo e ka për në me, duhet pas frikën Allahut dhe kuptu se është nga gjunahet e mëdha me shiku në haram. Pa më parasysh se atë sheh bashortja nuk të sheh, atë shohin fëmijët e tua nuk të shohin, është për gjunaheve të mëdha me shiku në këto filma të cilët janë padyshim të neveritshme dhe janë shumë të ulta, që një burr t'ia lejon vetvetes të bie në atë nivel, të mos flasim një besimtar. Sahabët radhiyallahu anhum kur e kanë pa dikant që vetëm ka shikuar në ndonjë grua që ka qenë duke kalu, ja kanë mbyll syt. Ja kanë pengu pamjen dhe shikimin në haram tek ajo femër, do thotë, me duart e tyre. Llogariteni sikur me pas ndodh që ata me shiku në lakuritësi apo me shiku në ndonjë rast kur dikush me dikant kryen aktin tim pa parasysh sa e ka bashorta se ka bashorta. Edhe nuk ja kanë leju kur vetvetes që me shiku në auretin e dikujt tjetër, në pjesët e turpshme dhe intime, organet gjenitale që janë nga avreti që i thon i ndalum rëpsisht fetarisht që me shiku në avretin e huj. E çfarë do t'i themi kur dikush të sprovohet me të madhe dhe shpesh herë të shikon në këto filma të ndaluara fetarisht, derisa të vijë në atë nivel që dhe bashortja e tij të shef. Ta zend që ka Ta përshu. zend do thotë, ta kap në momente duke shikuar në këto filma të pashtata që si kanë hije një burrit, një njeriu të shëndosht, të mos flasmi një besimtarit. Sa nënçmim është për këtë burr, sa nënçmim është për këtë grua që e ka burrin e saj duke shikuar në haram. Ofendim pa mas është kjo. Dhe një veprim që nuk guxon besimtari me alu vetvetes që t'i përsëritet. Njëra nga mënyrat dhe format që qarqet caktuare janë mundu me prish familjet tonë, pikërisht edhe investimet e mëdha që i kanë bërë në këtë industri, në industrinë e pornografisë. Është interesant që për ndërprej hoq, kum lexu që shumica e kësaj industrisë ishin jehudi që prodheshin këtë industri. Me siguri. Janë qarqe që nuk ka duan të mirën njerëzimit, familjes, bashortit, bashortës. Andaj këto janë kjo industri është me qëllime të errta dhe të këqija që shkatrejnë familjen dhe harmoninë familjare. Si do ta ndin veten ajo bashorte që e sheh bashortin e vet duke shikuar ato filma të liga. Apo ai bashort duke kur ta sheh bashortin e vet se shikon dhe përcjell si filma të liga. Do kjo prish edhe harmoninë dhe balansin dhe dashurinë mes vetë që duhet pas bashortit dhe bashortja. Por si do qoftë edhe nëse ndodh kjo. Bashortja ka obligim që ta këshillon bashortin e saj. Që ta këshillon. Që ta përkujton me xhehenem, me frikën e Zotit. Që ta përkujton me rëndësinë e ruajtjes së nderit dhe familjes. Madje njëra nga qëllimet e errta dhe më të këqija të kësaj industrie është që burrit dhe gruas t'ja humbin simpatin për njëri tjetrit. Që t'ja humbin edhe kënaqësinë
në bashkëjetesën e tyre, që t'ja paraqet një njeri shumë të ullë si më të bukurën e botës, apo një njeri shumë të ullë si më të bukurin e botës, që ata realisht s'janë të vërteta, janë këtë gjitha mashtrime dhe janë trillime që synojnë me prish atë dashuri dhe atë simpati që e ka buri me gruan e vetë. Andaj asesi mos ja lejon askush vetvetes që të bie prej këtyre mashtrimeve dhe prej kësaj industrie të ligë të ertë që synon prishjen e harmonisë familjare. Por përsëri tham, nëse kjo elbet e ka ndodhur, kjo besimtare, kjo motër muslimane ka obligim që ta këshillon bashortin e saj, ta përkujton me frikën e Zotit. Dhe ai bashort, ai burr të pendohet dhe të përmirësohet dhe të mos e ja lejon vetvetes të përsërit më kur këtë gabim në jetën e vet. E të vazhdojnë e të shohin njëri tjetrin si ta sheh bashortin e vet si një femër e cila është më e bukur në jetën e tij dhe ta sheh bashortin e vet si një burr i cili është buri më i mirë në jetën e saj. Se kështu kur ta shohin njëri tjetrin si më të mirit, ata do të kenë dashuri më tepër, do të respektohen më tepër dhe do të vazhdojnë të jetojnë në harmoni. Kur do të fillojnë të kenë simpati në femra të huaja apo në meshkuj të huaj, pastaj humb kënaqësia bashkëtorë në mesin e tyre. Që është njëra nga synimet e errta e të këqija që pastaj shkaktojnë divorce, pastaj shkaktojnë edhe një jetë bashkëtorë por të ftohtë dhe shumë sipërfaqësore që nuk është fare dhe as pak reale. Andaj kemi frikën e Allahut se shikimi në haram ka pasojat e veta. Pasojat të shumë dimensioneve dhe unë këtë që po e përmendi në formë shumë të shkurtër që ka pasoja shumë më tragjike dhe shumë më fatale se kjo, për shkak se emisionin se kemi në atë tematikë, kemi vetëm pyetje përgjigje, mundoj me gjithve ka pak të hapin nga një sqarim në pyetjet e tyre që i kanë dërguar. Andaj si rezume themi kësaj motrës që të mos ja shpalos burrit të saj gjunahin, që të mos e bën të madhe ta nënçmon dhe t'ja publikon burrit të saj këtë mëkat që e ka bë. E ta mush këtë familjen e këtë mahall nëse burri i saj ka bë kështu. Jo, mëkatin gabimin që e ka bë mbetet mes atyre dyve. Dhe ata të këshillojnë mes vete, të pendohen te Allahu Azza wa Jall, të bëjnë punë të mira pas kësaj pune të keqe, të prejnë një kurban, të japin një sadaka, të luten së bashku tek Allahu që Allahu t'u afal e që Allahu t'u ruan jetën bashkëtorë, dashurinë mes tyre që e kanë dhe asesi të mos lejojnë që këto harame dhe harame të kategorive tjera të bëhen shkak që ata të ftohen me njëri tjetrin. Wallahu a'lam. Allah shumë lefës për këtë sqarim, për këtë këshill. Pyetja radhës thotë kështu. Burri edhe pse jam an vetes fetar, më bën zullum shumë. Pyetje që ka ardhur në Facebookun e juaj. Allahu e zoft këtë vëlla, këtë burr, këtë besimtar, këtë bashart që bën kështu. Dhe atë përkujtojmë me këshillën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili na ka thonë khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ka thonë më i miri për ju është ai i cili është më i miri me bashortën e vet. E pastaj ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka sfidu sahabët e ka thonë dhe unë jam më i miri në sjellje me bashortën time. Pra kjo është me konfetar. Kjo është fetarizmi. Kjo është me konfetar. Nuk ka fetar me qenë i mirë me kretë dunjon e me i keq me bashortën tënde. Me bo zullum dhe padrejtësi bashortës tënde. Me gjithë me qenë tolerant, me gjithë me qenë i sjellshëm, fatkeqësisht kjo është një sprovë që shpesh ndëgjojmë si ankesë. Që për disa vëllezër kur ndëgjojmë se çfarë ankesash kanë bashortët e tyre dhe kur ta shikosh atë njeri se sa i mirë, sa i sjellshëm është me gjithë botën, e ke vështirë të lidhish këtë njeri me atë sjellje dhe paraqitje që e ka me të tjerët. Të sa i butë është me dunjon, sa arrogant është me bashortën e vet. Sa tolerant është me gjithë botën, sa strikt dhe ekstrem vendimet e veta është me bashortën e vet. Me të vërtetë se ne kuptoj. Sa gjymert është me gjithë dunjon e sa kopracës me bashortën e vet. Donjëherë mes tyre dy njerëzve e ke vështirë të bësh lidhjen dhe
që ti në dyshim i thonë, me të vërtetë, ky personi që e duke, po veçaj është, i njëjtë, që edhe foto në shifet që kjo është. Do më dhe ke vështirë mu bindë se me të vërtetë, ai njeri aq zullum mund t'i bën bashkëshortë as vetë. Nuk e di kjo është prej ignorancës, a është prej keqkuptimit të sjelljes dhe butësisë së grusë dhe respektit që e ka ndaj burrit të vet, apo është thjesht me një padrejti që e gjen momentin ku ai burri me shit veten se është ligj dhe ai do thotë ati zguxon askush cium mi bo edhe e gjen gruan ma dop shpinën e vet dhe çat ego të vetën do thotë çat maçollëk të vetën që do me shit do thotë e ka gjetë gruan e butë dhe çati e shkel dhe e myt dhe e mbyt kështu me sjellje arrogante shpirtnisht për çdo ditë bashkëshortën e vet. Kjo nuk është islam. Çdo se mund me qenë islam nuk është. Besimtari i mirë është i mirë edhe me bashkëshortën e vet. Është i sjellshëm edhe me bashkëshortën e vet. Madje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë më i miri është ai i cili është më i miri me bashkëshortën e vet. Ka njerëz gjithë dunjën si bëjnë mirë, vetë bashkëshortës së vet si bën mirë. Gjithë i respekton veç atë se respekton. Gjithë i qet në darkë atë kurse qet në darkë. Me gjithë sjellët mirë ma sjellët keq. Me të vërtetë i mirë në adhurimen në raport me Allahun azza xal, fal namaz, agjeron, jep sadaka, është i butë, është i sjellshëm, i moralshëm, gjithë në shtëpitë vet luan. Palestinën e përmenën stop atje. Abe krejt dunjoja e dhimbët bashkëshortë e vet si dhimbët. Thotë, kjo është keq kuptimi i fesë. Keq kuptimi i fesë dhe Islami nuk është kjo që ky njeri e bën. Veprimi i tij është krejtësisht në kundërshtim me plotësisht kundërshtim me Islamin. Shumë hadith i mirë, më i miri për jush është Ai cili është më i mirë me bashkëshortën e vet. Këtë ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj edhe ka verifiku ka thonë, edhe unë jam më i miri me bashkëshortën time. Me tregu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam krahas që ka qenë pejgamberi më i mirë, vula e pejgamberisë, përsëri është mundu me qenën më i mirë në sjellje me bashkëshortën e vet. Dëgjoni ju feministët që i keni do emisionin nëpër Kosovë, çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri muslimani, më i mirë është ai i cili sillet mirë me bashkëshortën e vet. Allah të shpërblet, ose apo të më shtu lidhe me këtë shka. Andaj, Po, fal. andaj ju themi që këtë arrogancë dhe këtë psikologji deviante që i kanë disa burra për i Zotit mos ta fshehin dhe mos të fshihin pas Islamit. Kjo është një karakter i gabueshëm që s'ka lidhje me Islamin. Islami nuk e përkrah këtë. Dhe Islami është krejtësisht ndryshe prej asaj që veprojnë këta njerëz. Nëse me të vërtetë janë muslimanë hakikat, duhet me kuptu se pjesë e devotshmërisë tyre është mu sjell mirë me bashkëshortët e veta. Vallahi disa njerëz dhe ndonjëherë disa motra besimtare që na thotë që na rastis me ndëgju apo me pa apo ata vetëm shpreh ankesat e tyre. Çfarë ankesa kanë nga bashkëshortët e vet? Nga bashkëshortët e vet do të habitesh se si kanë mundësi ata njerëz kështu me trajtu një femër. Mos fol me një bashkëshort, mos fol me një nonë në cullëve to. Mos fol me domaqinkën e shtëpisë tënde, mos fol me njeriu që është gjysma e fesë tënde. Bashkëshorti është gjysma e fesë tënde. Bashkëshorti është gjysma e imanit tënd. Në shumë këndvështrime ka ta shohësh bashkëshorti është diçka shumë e rëndësishme në jetën e muslimanit. Unë mund ta kuptoj momentale me pas keq kuptime. Ndodhe, po. Fillet martesë nuk njihen, nuk dihen mirë mes vete, han si macamini për domia e lufta, për dominancë në fillim dhe kush të shitet më macho, më asi maksi. E kuptoj në fillim. Edhe diçish edhe pse s'duhet me qenë ajo as në fillim. Po disi themi hajde alo 3 janë alo snifen. Ama njeriu do të në formë sistematizuar me vite. Do të mos me llogarita si njeri bashkëshortën në jetën e vet, do të vallaj kjo nuk është prej Islamit. Besimtarët, si ka hije kjo? Ati që fal namaz, si ka hije kjo? Ati që thot unë jam musliman, jam i drejt,
çfarë drejtësie është kjo, kështu me trajtu gruan, me trajtu bashortë. Ajo është njeriu që meriton çdo respekt tënd. Dhe maksimumin e respektit tënd e meriton kjo bashortë, pastaj meritojnë të tjerit. Fatkeqësisht bota dhe na muslimanët dhe në përgjithësi në vendet tona, gjithë kanë përparësi, në fund vije në radhë bashortja. Dhe kjo është shumë një gjë tragjike dhe e llogarisim turp me thonë, falni vllazni, shok, dostar, miq, koleg, së më visonte se du të me dalë me bashortë. Kjo është edhe një gabim që e llogarisi njerëzit turp me thonë se së më vi me juve se kam obligime ndaj bashortës temi, ajo ka nevojë, unë e t'jem afër saj. Ta çoj apo të shkoj dikon tjetër. Do ku shkruan se kam përparësi shokët para bashortës. Se cilin vendin e vet. Po, parimisht çajo bashortë e cila është gjysma e fesë tënde, gjysma e imanit tënd. Dhe është i njeriu që së bashku me te ke marrë rrugtimin për xhenet. Dhe është bashortja jote që ka braktis gjithë familjen e vet, për ty ka ardhur në atë shtëpinë. Edhe ti, ajo gjithë i ka braktis, shtash edhe ti e braktisat. Se di, unë në çfarë qitapi shkruan kështu me bë. Mundemi na me bë kiksa momentale. Ndodhe, po. Ajo mendësia mashkullore, ka ato momente veta, ka ato botkuptimet e veta, por jo në formë të sistematizume. Jo me bë rregull. Jo gruaja me ndjej vetëm si sende më i pavlefshëm në shtëpi. Njeriu më i parancishëm ajo do të thotë, ajo mos më pyet për asgjë, mos më konsultu për asgjë, mos më respektu për asgjë, mos. Ana gratë tona si kemi se ti vede robnejshme pas kemi obligime fetarisht edhe ndaj robneshës me ble me pare, si madh me shku me ble, ki obligime ndaj asaj si njeri, në kontekstin islami, feja si e parasha. Me qenë punëtore, me pare, me paguj 8 orë dush me punu tonë, mas 8 orë shko të shpejote, ki përsëri obligime ndaj qasoj punëtore, edhe pse e pagun. Mas flasim për një grua e cila krejt familjen e vetë, krejt jetën e vetë, e ka braktis ka ardhë, ty me të nderu, me dasht, ton tjetra i tonat, ton si ma zi, si ma beter. Edhe kur të ndëgjosh dhe njerë prej atyve që pretendojnë se janë të uzumë, se janë muslimanet, se veprejnë kështu, kjo është shumë tragjike. Kjo është shumë tragjike, edhe këtë padrejtësi kur ta ndëgjosh me të vërtet, mërzitësh dhe thu, na jemi të tregu për islam, dhe këto vlezër, këto besimtara, janë të ndëgju për islamin, janë të mësu prej islamit, apo janë të mësu prej diçka tjetër se si duhet mu respektu bashortja. Dhe është një situatë alarmante që këto tema duhet të më shpesh të ispikasi. Sipas statistikës në Maqedoni në vitin 2024 gati se 40% të martesave kanë dështu. Zyrtarisht 20% që janë bën niqa. Ajo e dini se shumica marton mas 6 muajve, 1 vjetëve shkojnë bën niqa. Brenda 2024 që ato që janë bën niqa, 20% zyrtarisht janë nda. Unë jam i bindur se janë 20-30% tjerë s'kan shku te ofiqeri, do thotë te komuna që të bën niqa. Shtetëror. E sa niqaje që si janë bo kanë dështu, sa fejsa kanë dështu, është shumë një situatë alarmante. Që duhet pas kujdes dhe duhet më shpesh mi trajtu këto tema që edhe motrat muslimane, po edhe gratë, femrat në përgjithësi mos t'i sjellin para aktit krim. Kur flasim për bashortën, qoftë edhe jo muslimane, që ato dispozita i ka, dush me trajtu si bashorte. I ki obligim, s'ka shmërish, për them këtë me qëllim se ka në Evropë musliman që janë të martu me jo muslimane dhe mendojnë se me Gjermanka. Me Gjermanka, me Zvistronët, çka dush nacionaliteti bashkan gjitja, atë ki obligim me trajtu si bashorte. S'ta intereson çfarë feje kjo, ka ajo.
Ajo është bashortja yte dhe kjo obligim fetarisht që ti mu sjell në formën më të mirë të mundshme ndaj asaj bashorte. Që mos lidh përshtypja se flasim vetëm për bashortën muslimane. Jo, s'ka bashorte muslimane. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më i miri për është më i miri me bashortën e vet. Ha ke muslimane, ha ke jo muslimane. Nëse është bashortja yte, e ke obligim me trajtuat në formën më të mirë të mundshme. A di si dush me trajtuat? Sikur vajzën tante. Shumë me vend që ka. Se shumë kushit i djegte vajza e vet, edhe ka qef vajza e vet Trajtohet mirë. ndaj prej burit, të respektohet, të nderohet kështu me radhë, a bashortën e vet domethënë diktator. Ndaj bashortës së vet sillet sikur me qenë diktator. E kur vjen puna vajza e vet do të thotë çet kanune dhe çet rregulla fetare dhe sheriat mundohet me tregu, a me pyet bashortën e vet si është sjell ky ndaj asaj, domethënë si mazi. A haron ky se kjo bashortja e këtij është vajza e dikujt, që e kalon babën dhe nonën ka ardhur te ti. Të kemi frikën e Allahut. Të kemi frikën e Allahut dhe të mos e fshehim ignorancën tonë pas Islamit. Jo, kjo s'është islam kjo. Islami nuk e toleron padrejtësinë. Stop zullumi ndaj grave. Stop. Mesazh nga hoxha, dus mu sill mirë mu shëtit hoxha, numre me shku me gratë, me jetu jetën, apo. Po marrësh mi parmend be këta. Pa. Nëse nuk shkon me bashortë numre me kanë kimi shku. Me shoqëni janë pikë do. Si është sikur me thon kur je jetshëm dush me pi ujë, po dihet ajo se kur je jetshëm dush me pi ujë, nuk pi benzin. Vallahi. Ujë pi kur je jetshëm. Po njeriu kur bën një qef me bo bashkë me bashortën e vet. Shkon në ibadet me bo shkon me bashortën e vet. Shkon me shëti, shkon me bashortën e vet. Edhe unë këtu kam mesazh që i shoh disa shkon haç, shkon vet. Po ku i ki bashortën? Shkon numre vet me shok. Shkon pushim me shok. Kështu për çfarë të përmendën? Del me hec me shok. Ajo bashortë çka është? Ajo për kanë ka ardhur në atë shtëpi. Ka ardhur muret e shtëpisë me i rujta. A e ka ardhur për ty. Ti shumicën e kohës me kalu me bashortën, natyrisht, masi ti krysh obligimet ditore, punën, kështu me radhë. E pastaj nëse mbetet pa kohë, ja përkushton edhe shokëve, edhe kolegëve, edhe kujdikujtune. Por fatkeqësisht të ndodhe kundërta. Unë shpesh flas në për kafen qajtore, ku i ju flas, vëllezërve xhamatit tham, si ka mundësi gjithë ditën me të qëndru këto në kafen qajtore, pse nuk shkoni në shtëpi të juaja? Shkobe te shtëpia. Shkobe li afër bashortës tonë se e ka nevojë për ty. Me të konsultu për fëmijët, për vajzat, për djemë që i kije. A janë të vigilant, më dhejnë shkollë si kalojnë, në punë si kalojnë, në universitet, fakultet, ju ka ardhur vakti për martesas, ju ka ardhur, a bëjnë gabime, ajo nënë që ka nuk shef, a ka nevojë me dikant ta qajë një dert. Po dale edhe të hejtë si kur këtë bota normale që ecë. Me ti me donë me pi një qaj, një kafe, të her pasere me ndru ambientin. S'po thamë në mu bo rrugaq në 24 orë me gratë rrugëve me qëndru. Edhe atë se thamë, pi në ekstrem, mos dalin. Po njëri her pasere do thot e përkushton një kohë edhe për bashortën e vetë. Bontoni dhe trendi i komunikimit do thot ndryshon me kohën, me qenë in me kohën, jo in me teknologjie, këne me grut, mos e sikur në 1976, në kupton. Son rregull kjo, 2025 jemi. Jemi 2025, o vëllezër. Që të pas kujdes, se edhe botkuptimi bashort dhe bashorte ka evolu. Përderisa ai botkuptim nuk është ndesh me rregullat dhe parimet fetare, nuk prish kur gjo punë që ti me qenë në rrjedha me çato bontone bashkore që i kanë. Dhe mendoj mos na duhet mi përmend këto momente. Po. Mos me shku as ekstrem, mbyllët mos me shku as ekstrem që 24 orë do të me nejtë rrugëve. Edhe ajo nuk është jetë bashkëtorë, ajo është jetë rrugore.
S'ka nevoj bashortën me dash jashtë rrugëve, në licë në thëjnë në shkollë. E ka vendin ku e do, si kur do që bëjnë, këta du të me do në kafe, edhe mi tregu ketëve, ja Allah këshire, unë e du grun. S'ka nevoj edhe kështu me ba. Te shpija e do grun. Duje të shpia. Po, duaje të shpija, ka vendin e vetë. Andaj jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm, sidomos ata të cilët pretendojnë se Janë fetar. janë fetar dhe e pasojnë fe. Edhe nisën në këtë rast nëse ndodh kjo si ka fajt islami, ka fajt ki muslimani. Personi. Personi, individi ka fajt, si ka fajt islami. Islami e parashef sjelljen ndaj grus në formën më të mirë dhe më të bukur. Dhe është obligim. Mos sjell mirë dhe but me bashortet tona. Po dhe kur gabojmë nuk prish asgjë keq, punë mi thonë, ma ban halal be. Ja gruaja ta falja kush, ja bashortja gëzohet me përmirësimin tonë, me pendimin tonë, ja kush. Da mi gjendje me abanxhim, mos si ma mirë, si mi gjendje një gjest, një hap pozitiv me bo me bashortet tonë. Allah na vetë disoft e na përmirësoft. O gjert një pyetje, doshta me parashu se më duk interesant. Thot kështu pyetja, motra e burit vjen nga gurbeti dhe rrin 3 muaj tek ne. Edhe buri i saj vjen me javë rrin tek ne. E unë me mbulesë dhe shtatzone sën po duroj, thot. Po për hatër të fëmijëve s'po kam qare. A kuptova pyetjen? Do të thonë motra e burit vjen në shtëpi tek këto. Me gjithë burin e vet, domethënë. E kjo shtatzone, pyetja që e ka shkruar mesazhin. Po. Çfarë këshilli Kjo është kështu? diçka e re kjo është për të na unë s'kom lind për miqave, kom lind çto. Me vërtet. Kjo është fatkeqësisht një keq kuptim i bamirësisë dhe fisnikrisë që e kanë shumë bashorte në vendin tonë që e presin dhe mirëpresin mirë mysafirin dhe janë të sjellshëm dhe kanë mikpritje jashtëzakonisht madhe me mysafirin. Unë do të kisha preferu kështu kësaj motrës edhe atij vllavit ton, bashortit. Po. Një javë në çkën këto ta topi gurbetit që vinë, domethënë veç pak në vetë dison, jo 3 muaj. Reciprocitet. Mashallah, në 3 muaj me shku ka gjomi i qesin. Një javë. Një javë. Ne shkoj kjo me fëmijët e vet, me burin e vet, edhe në të parkohet ta ata, me thonë kina ardhur një javë me nejtë të jo. Edhe shtoj dojna pite, dojna kajmak qenë, dojna tamalores, dojna flime na qitë një ditë, edhe ato dëshirat që i kanë do të thotë. Dë njëre disa motra apo disa mysafir kur vinë të këto tonit, me pas sens, me pas mirë koptim. 3 muaj. 3 muaj e ka 3 shkruar. muaj do të thotë plus tash edhe dhondrin të shtëpia, domthonë ajo për me dal Plus kjo shtatzone. për me dal në kuzhinë me përgjit divoje, do të thonë edhe thjesht do foli shumë Po, normal fol. do foli, do të më vesh sikur me dal në bit pazara, kupton? Do të më vesh komplet siç duhet për me dal në kuzhinë një bardak ujë me mush. Në shtëpi vet nuk ka privatësi, nuk ka astrahati. Të mos provon me të na se ai kultura mi mshu deri se është nëse motra aty 3 muaj. Është noksan edhe dhondrin ja 3-4 javë aty, kupton? 3 muaj dhëndri ka ardhur misa. Po 3 muaj mysafir, kjo është nuk është Nuk ka rregull kjo. mund të më ndodh donjëre kjo për x arsye, do Po, thotë, është e ka prish shtëpinë në të drejt, s'ka ku të shkojë. Edhe pse ai që prish Bravo. shtëpi, do thotë, e merr një shtëpi në banesë me qira plot. Nuk e bën rahat se s'ka. Po, do thotë kjo është ngarkim dhe stërngarkim ndaj një bashorte. Edhe nëse e bën këtë buri, duhet më konsultuar paraprakisht me gruan. Mundesh me marr një kohë të caktuar, po 3 muaj. Thotë edhe çdo vjet ka 3 muaj domethënë ti me bë kështu. Kjo është stërngarkim me edhe nëse e bën këtë, vallai s'ka bashorte shqiptare. Unë kam tregu për Po, pritjen e grave shqiptare. Edhe muslimane, trojeve tona, tu përfshi gjithë, edhe nacionalitetet tjera që të mos keq kupton se trojeve tona po flas, bashortet edhe gratë tona janë do të thotë tej mase bujare dhe mikpritse.
pas paku njëri e konsulton be. Para mendoj 7 zone të ta e sikletin e vet, galin e vet, që shti në kësan edhe një autobus misafiri aki përvati. Sa në regull kjo nuk ka fer. Po edhe nëse e ban spaku konsultoje. Po edhe nëse e ban her paseri, qëjetin në vet një javë, mere një javë, qëjeti dikun tjetër. Ose ai misafiri që ka ardhë, 3 muj më nuk ka misafir, në ti përvele dhe e motra kratë pak. Ai kunat, qka duhet me të një mund të shpia. Njona sa ballëkjen tjetër a darkën e ta bojë, një t'i fshinje me nejtë tjetëra me paqavër, si kur i kina në zanatin tona për shtëpiat tona, për mirëmbajtjen e shtëpisë. Thot jo me shëndru në një hamallat atë grunë shtëpian tonë. Edhe na mushit gjymert edhe gentlemenën këtë në hesab tjetër kujt, me muj misafirit. E buri mushit se është mikpritësi më i madh i botës në hesab grus, po për vele ti pak Bane ti drejkën darkën. krahat tam kupton. Shumë me vene kjo, po. Me pas kujdes edhe sens dhe me pas kujdes edhe ndaj gjendjes së palës tjetër. Sa mundet ako takat bashortja jote më shërbi 3 muj. Po edhe 3 muj do të thotë mos me pas ai kur një far privatësi në shtëpinë e vet. Wallahi këto gjeste dhe njerë dhe këto sjelljen edhe fesat midis burrit dhe grus. Dhe prishin muhabetin midis burrit dhe grus. Në fund të natës gjithë hinë në dhomat e tyre kanë muhabet me zveti, janë happy se super kalum sot, burri e gru rini dhnushëm në dhomën e vet, shkaku se me të vërtetë kur të stërngarkohet numri i mysafirëve dhe 24 orë të jetë obligueshme me u qëndru në kamatinve, se këtu hinë pastrimi i shtëpisë, ushqimi, larja e enjve, pastrimi i banjos, na e dim se gratë tona janë temistores, mundën me leju shtëpinë qashto, pa larja e teshave, po. Plus tjetë 7 zone. Po kjo është padrejtësi dhe ndaj foshnës që e bartë në barkën, sa mundet me qenë kjo shkak edhe për abort. Puna edhe stërngarkimi i grus me punë, dhe puna e tepër të mund tjetë edhe shkak për abort, po shkak për me mbyt një jetë të re. Çdo sen me usul me karora dhe mysafirllëki e ka rendin e vet. Rendin e vet e ka. Po foli kur t'jen me një, se janë mëkatet ndryshme, hajde dyqysh kalot malet, ama rastet tilla që her pas here na vinë, me të vërtet ndonjëherë detyrohesh me tregu se ajo gru s'ka ardhë ati 50 vetave me u shërbi, s'ka ardhë hamallë e 50 vetave. Dhe ajo se ka obligim dhe të gjithë atymve njerëzve të 24 orë 3 muj me ju qëndru gaditën. Në hotel nuk të rinë gati. Në hotelve shkon e pagun edhe nuk të rinë gati. Të që i ko kuzhine, që aty shko hapi edhe hecë. E pagun me pare së të rinë gati. Jo ti, po edhe që ato motrat tona, që ato konata që vinë, ato me qenë pak ma të vetëdijshme. Sidomos të që jetojnë jashtë në Evropë. Pak ma evropianë, kishtin men në të avnojnë krije, ku shkon të i 3 muj me gjithë burë të nusja e vlavet. Atë shkon menja se edhe ajo ka dëshirat e veta, apo edhe du të pushon, edhe ajo du të me dal me burin e vetë, edhe du të me shku të nana e vetë, pak me usul me karar. Gjdo sen du të me konë, a me qenë 1 javë, 3 ditë, 2 javë, dhe ka përcej dhe që do kaloje. Ama 3 muj, e 4, ku e di unë e pëtanë. Ajtë në dalen në vendin e asaj kunatës, dvere kunatat, 3 muj të shkoje në Evropë asaj, edhe ajo 3 muj, munje të shuligon, munje shuligon, në fale, di, kena punë. Ta bëjmë biletën këthyse për një mazdarke. Po, Allah. Pa këtë shkuptime, dhe ne e themi shuligon, ama kjo së në regull. Allah është problem, thot, e të po. Mësu këtë lafën, e di shumë mirë që ka shuligon. E të po që kusë të ndërumë. Pyetje shumë randome erdhë, mirë po mësumë shumë do këshillat mira nga hoxha i nderuar. Shkojmë me pyetjen e radhës. Deshta të pyes se unë pastroj në një shtëpi, po pronari me minxhallar kanë marketet që shesin edhe alkohol. Këta nuk e pinë e as nuk e mbojnë në shtëpi, çfarë këshille jep? A ta vazhdoj punën apo ta la?
Pastron me një Po, shtëpi. fakti që personi tek i cili pastron në shtëpinë e tij, ai ka një biznes të vetin kur pjesërisht brenda biznesit vet ka dhe ndonjë artikull që është haram fetarisht Po. mushit, nuk e konteston faktin që ti e ki halal punën tënde që e ban. Dhe nuk prish punë me vazhdu me punu të këta njerëz, duke pas parasysh se nëse mund është mi këshillu, është mirë dhe rrugës që mi këshillu ata njerëz që të mos shesin alkohol në për shitaret e tyre. Përveç se nëse ndodh që rrogën që ta japin është pikërisht nga para që e marrin prej alkoolit. Sikurse për shembull, vjen dita me ta dhënë rrogën, ti ke dal para shtëpisë me marr rrogën tënde, edhe vjen personi thotë që parët e viskit që e shita. Edhe për shembull, te ka 500 euro e ki rrogën, Po. edhe ai merr 500 euro pi pareve të viskit edhe thotë çep rrogën tënde. Se ti e shef ty asil parët e viskit personi, edhe ai parët e viskit thotë çe bëjmë rrogën tënde. Në këtë rast, këto pare vetvetiut janë të papastërta dhe nuk lejohet mi marr. Por ti nuk e din, a janë prej viskit, a janë prej çokoladave apo prej bukës që i shet ai në market, vjen funi mujt ai çet të bëjmë rrogën, se ki pas, se ki ni, se ki edhe obligim me thonë këto pare mos janë prej alkoolit. Po, da. Do lejohet me marr rrogën. Përveç se nëse e sheh se me të vërtet pikërisht ato pare që ty t'jep janë fund e krye të fituar prej haramit, atëherë nuk lejohet mi pranu ato pare. Thonë falem me paret që i fiton prej viskit, unë si pranoj rrogë. Berëm prej pareve që i ki atyve tjerave. Në këtë rast, lejohet që me refuzu rrogën tënde dhe me kërku me ta bo pagesën prej pareve halal. Nëse refuzon dhe thotë unë këtë parë ti kam që t'ja prej haramit, prej alkoolit, atëre ki obligim me lon këtë punë. Me kërku një punë tjetër me gjetë, pastaj me lon këtë punë, që t'jem i korekt deri në fund, që mos me lon familjen keq, shkaku se ndoshta ti varesh Po, da. prej kësaj pune, prej këtij momenti t'ja obligon vetes me kërku një punë tjetër. Në momentin e parë që e gjem punën tjetër, i thu pronarit unë mos punoj te ti, shkaku se ti muem ke dhënë rrogë prej parave që i fiton nga harami. Edhe unë nuk pranoj që me atë parë ti ushqej fëmijët e mi. Zoti është përbleft pyetsin për këtë kujdes, Se e ka gajle. se e ka gajle. Se e ka gajle. Edhe ai që e ka gajle, Allahu Azza wa Jall atë njëri e ruan prej haramit. Ai që se ka, ai shkon edhe punon edhe në burë të alkoolit dhe në kazino, e. Edhe si interesant, Si madje edhe mundot me të bindse për idare. Po, da, po. Sikur janë disa ogja se diti, ogja se di ka shte aje dika para me ndaj sëna. Edhe ti, aje ka vendosur, po, bje, Duhet me punu, edhe që shbon dhe me ka me dhe. punu nuk bje pja vajt, nëse dine se s'bje pja vajt. Suse e ka zbulu, ajde, ka i bënhanë se e ka mësu këtë mesin, se s'bi ka pja vajt. Pytje radhës të kështu. Selam aleikum hoq. Desha me të pyet nëse e ditë që del nga feja, po të shkosh në tyrbe dhe shkon për të parë, dikë që i ka dhënë nuk don me u fut në tyrbe, se nuk beson nga që e di se s'lejohet për futesh pa dëshirë, se mos mu du keq te ka tjetri dhe i puth ato varet. Vinë mendime se a mund të më shpër... Vizita në tyrbe. Kjo të nejnë shkop sënës, po në shikohet podcastet gjithandej dikon... Vizita e tyrbeve është haram fetarisht, dhe nuk lejohet me shku me vizitu tyrbet. Dhe nuk lejohet me shku me i puth ato. E as mu lut aty, është shirk. Është shirk. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i shpallat ajet kuranor prej Allahut azza wa jall për njerëzit që në Qabe kanë marrë puta, idhuj, i kanë adhuru ato për me qenë mes tyre dhe Allahut ndërmjetësues. Dhe kanë thonë këto, na nuk i adhurim këto, po këto i kemi si ndërmjetësues për me mri malet e Zotit. Dhe Allahu azza wa jall i thot atinve, kul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ata thonë, na e duam Allahun, veç ti nuk e duma Muhammed, a na Allahun, dashurinë dhe Allahut e shprehim përmes timve putave. Që dikush doan e ti karshi Allahut e shpreh përmes tyrbeve, përmes vdekurve dhe varezave. Kjo është shirk. Kjo është shirk dhe është nga veprat që të nxjerrin prej Islamit kur e ban me qëllim dhe me dije. Edhe me shku mi qu durt në për tyrbe nuk lejohet. Se
Edhe nëse si lut ato, ti e lut Allahun, po forma dhe qëndrimi jot në vendin kur gjithë e lusin të vdekurin, jep përshtypjen se edhe ti e duke lut të vdekurin. A me i lut të vdekurit dhe me kërku nga të vdekurit është shirk, është nga gjunat që të nxjerrin prej fesë. Hinë gjenem edhe s'del më kur me vdek me qëtë. Po shirk del prej fesë, domethënë kjo është kontradiktore me imanin. Prishet imani, kur prishet imani ti si musliman. Pa iman s'ka islam. Andaj është një veprim shumë i rrezikshëm dhe një mëkat që të nxjerr prej islamit, prej fesë. Kur e bën me dije dhe kur e bën me qëllim. Andaj nuk ka kur gjo fare të keqe, mi thonë dikujt, më falun në tyrbe nuk hi mu lut. Unë lutëm në xhami, e lusë Allahun. Nuk e lusë Allahun për mes të vdekurve. Se të vdekurit as nuk japin, as nuk marrin. Të kishin pas mundësia të me dhonë dhe me marrë diçka, me bo mirë dikujt, do të kishin bo mirë vetë vetës së tyre. Do të kishin qenë të vdekur. Andaj të jemi të vëmendshëm dhe të mos veprim punë dhe veprime që janë kundërshtim madje edhe me logjikën e shëndosh. Andaj këtij vllaut i themi për këtij pyetjet të pendohet tek Allahu Azza wa Jalla. Sa më larg tyrbeve. Sa më larg tyrbeve. Allahut lutë në xhami. Kudo që lutej Allahut, s'është patjetër edhe në xhami, lutej Allahut në rrugë, në vetur, në punë, në xhami, në shtëpi, kudo që ti jesh, lutej Allahut Azza wa Jalla. Allahu Azza wa Jalla thotë: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." O i dërguari im, kur të pyesin ti robërit e mi për Allahun, thuajo që Allahu është afër tyre. Kudo që janë njerëzit, Allahu Azza wa Jalla është afër lutjeve dhe kërkesave të tyre. Ne ti drejtojmë Allahut me lutjet e tyre për çdo nevojë dhe kërkesë që e kanë. Andaj Zoti e falt këtë pyetës dhe lusim për hir të Zotit që të mos e përsëritë këtë gabim dhe s'është turp fare që mi thon dikujt falun, nuk vinë tyrbe dhe mos shkoj edhe ti se është kundërshtim me Islamin dhe me rregullat e Islamit. Edhe pse ky nuk është lutë të vdekurit dhe nuk s'ka pas qëllim të keq, po. S'ka pas qëllim të keq, themi përsëri nuk lejohet që besimtari me shku në tyrbe dhe me ju lut dhe mu shtir sikurse dhe të bën veprime sikurse i bën të tjerët për mu abo qefin njerëzve. Nuk lejohet në Islam njerëzve mu abo qefin kur janë gabim. Njerëzit kur janë gabim duhet mi këshillon, jo me u abo qefin. Jo edhe na me ra, madje edhe sipërfaqësisht në të njëjtin gabim që ata kanë ra, me bo sikur se bëjnë ata për mu abo qefin. Na me një tjetër. Por besimtari i mirë, dashamiri, ati që bën gabim i thotë, o vëlla, fala, ma gabimi je, mos e s'bën kjo. Unë nuk muj më ardh, unë të respektoj ti du shumë, të respektoj do të pa mas, por nuk muj më ardh ati ku shkon ti se nuk lejohet. Ndaj jemi të vëmendshëm dhe jemi të kujdesshëm në këtë veprim dhe të mos ja lejmë vetvetes të bimë në këto gracka të shejtanit. Amin. Pyetja e radhës thotë si duhet vepruar me rrobat që i gjejmë të prera, me cilat sure duhet këndu. Po, shka shumë që si pyetja i gjejnë rrobat prera. Edhe tutën, bëhen vezvese. Rrobat e prera, këshillojmë që nëse janë të prera që e ka prish do me thonë në asaj robe, sikur se për shumë është prej këtujt këto. Kjo këmish më nuk bëhet. Po, da. Atër këtë mish e merë, e lanë më të fry, dhe nëse ka nevoj, pastaj edhe e djekë. Nëse është roba e prem edhe dëmtu me pak, do të të me një skaj, nuk e gjumë. E merë e lanë më të frim dhe përsëri e vesh atë robë. Pasi që dëmtimi është shumë pak në skajt që nuk vërehet. E ka prej një pull për shembull, ti e merr një pull tjetër javnon, pse nuk lejohet që besimtarit kalojë në fazën e masrafit. Që gjitha robat që ja dëmton xhini apo sehri, ai të marrë ti hedh ato dhe ti gjuje. Nuk bën se kjo është masraf. Andaj Allahu subhanahu wa taala thot Kur'anin në mubedhirin e kanu ikhwan ash-shayatin. Masrafgjit janë vëllezërit e shejtanit. Pra, njëra nga dëshirat dhe planet e shejtanit është që njerëzit mishtin masraf. Me gjujt tesha, me kall tesha. Edhe këtu kam një porosi edhe për disa rukjegji, që si din rregullat dhe parimet e rukjas, që për pak e për shumë marrin
do të shkojnë krejt shtëpia në kallë. Slon, fustan, teshk, mish, çarshaf pa e kallë. Po ka dalë para se me kallësh me la me ujë të frymë, pse e kallë? Pse e shkatron atë? Masraf është ajo. Fustana ka 2.000, 3.000 euro, 1.000 euro, 2.000, ku diçka ona, këti marrin një kallë. Pse mi kallë? Mere laj me ujë të frymë. Laj me ujë të frymë, se ujë i frymë e largon njollën e serit që është në atë ropë. Pse me kalu në fazën e të kallmës, kur mundet me u lajt me ujë të frymë. Por edhe nëse në rastet caktume për x arsye s'mundet mu largu serin në qatë ropë me ujë të frymë, që ka pej praktikës momente që ndoshta ndodhe, atëherë kalon në fazën e të kallmës. Jo ndonjëherë shkon të disa njerëz të sprovu me kësi sprova, do të kina me të patesha, pse ka filon e këtë shpina i ka ka. Se edhe i ka ra në grackën e shejtonit dhe gjinit, se gjini ka manipulu ma atë. Po, Dhe e shtin të gjinin natyrshmëri dhe shejtoni ka qef njeriun me shti me bo mastraf. Me blet esha pa hesap, me gjyt esha pa hesap, me kall pa hesap, me harxhu pa hesap. Kjo është masrafi. Dhe masrafi me dëshmi prej fjalëve të Rabbul Aleminit është njëra nga dëshirat dhe synimet e shejtanit të mallkum. Dhe shejtani i mallkum fatkeqësisht do njëra e shtin dhe mundohet me bindë edhe lukjegjiun se çështu prishet ziri, duke kallë çdo sem të shtëpi. Ja kallë me kauça, me perde, me ulse, me tesha, me të nusnis, me të përditshmet, me të mbretshme, me të jashtme, krejt. Thot gjini thot, sa i rejnë, thot që këto asiri, këtë të tesha janë me sirë, me ujë gjenazet lakta. Po hanit e në kina mila me ujë të frim. Se ujë i frim e prish se here, me izin të Rabbul Aleminit. Ujë i frim ka, është, dhe thot, i kombinu me fjallë të Allahot azza wa jall. Dhe fjallë të Allahot e më poshtin gjitha se herë. S'kemi na dyshim këte. Andaj, kur ndodh që roba është e dëmtu me krejtësisht, shkaku se është e prejme, ndodh që gjini i mallkum. Po, nëse ka mundësi shpjegim çka është kjo rroba e prejmë, se ka të shikues që se din. Po. Rroba e Se na prejmë. tu bisedu, do thot me zvete, shkaku se na ka ra me t'i shpjegu këto, mendoj se gjithë i dinë, e vërtet është. Se njëra nga format kur janë simptomet se ka siher në një shtëpi është kur gjejmë edhe rroba të prejme. Nuk janë të grisura, janë të prejme. Se me gris është domethënë është ndryshe duket shembull materiali, me prej me gërshër është ndryshe. Andaj jemi të vëmendshëm. Ka të grisura, ka edhe të prejme. Që dallon. Po. Mund është rroba mundet të griset vetvetiut shkaku se kalon një kohë gjatë, do të është e holl, materiali është i tillë, 5 vjet, 10 vjet lajesh për laj, edhe ajo fillon do të thotë me mu dëmtu vetvetiut dhe mos bëhet shibe njeriu të mendojë se ka ser. Ajo është vjetrum, është prish shkaku se i ki bajt dhe i ki lajt shumë. Dhe ka momente kur rroba është e prejme me, sikur me gërshor, sikur me skalper, me thonë kushtimisht. Atëre, kjo mundet me qenë simptom se mundet me pas siher tek ai çift bashkëtorë apo tek ai person. Në këto raste, nëse rroba është e grisun, thot duhet mu la me ujë të frym, e pastaj edhe mu djeg nëse s'mundet të futet në përdorim për së dyti. Nëse mundet, atëherë e shtim në përdorim për së dyti. E qepim nëse mundet me qep apo kështu me radhë. Në rast se nuk mundet me shti fare në përdorim, atëherë edhe e dhezim, e kallim. E fusim zjarm dikund dhe japim i fund asaj robe. Dhe kur njeriu të shef shpesh rroba të prera, zot le të ketë kujdes dhe le të konsultohet me hoxhën e tij am. Apo me ndonjë rukjegji i cili e merr vesh këtë lëmi. Le të konsultohet, le të mos asgjëson këtë ndodhi që është duke i ndodhur në shtëpinë e tij. Kemi të vëmendshëm se ndonjëherë shumë njerëz vuajnë për një elhamdulillah. Për një rukje vuajnë. Dhe për një këndim të Kuranit do shta 5 minuta 10 ka gdhimbje me vite apo
ka konflikt me vite në shtëpi, apo ka perde me vite në shtëpi. Shumë raste ka njerëzit që kam dëgju nga raste të vërteta që po edhe gjatë qëndrimit me profesor Halidin kur viziton të Shkupin, shumë njerëz thonin e nësë shtash mirë jam të pa bashkëshortën time. Se ka pa mirë bashkëshortën e vetë, me vite shkakoj një mësyshit, apo një xhelozis, apo një sihirit, që me një seancë 15-20 minuta gjysore që i këndon të profesorit, thot ai njeriu e nësë vinte në vete, ja prishke sihirin, e nësë thonte, e nësë shtash jam duke pa bashkëshortën ashtu si duhet. Këtë janë realitete, hak është, sihiri është hak, jo edhe me bo panik, me bo qëtash edhe goma e veturës kërë të na plases, që sirën pas kam bo, jo edhe me bo panike, me i stërmadhu gjërat, por ai që vërek si gjëra në shtëpinë e vetë, perde me gjak, roba me gjak, qashafa me gjak, tesha të prejme të dëmtume me një formë që s'është e natyrshme, ajo mendo. Se ndonjëherë i rok pantolonat të dera e veturës, apo të tavolina që aty, edhe griset ajo. Jo edhe mu bo vezvese dhe shybe, sa ajo është ma keq se me pas siher, por jo edhe me nënvlerësu dhe me azhësu çdo ndodhi që na ndodh në shtëpi dhe në rrethin tonë. Wallahu ala. Një pyetje interesante, thotë kështu: Selam aleikum. Ta s'ken interesante rishtash. Po, dallon pyetje me pyetje. Thotë kështu pyetja: Selam aleikum, deshta me ta bën një pyetje shkurt. Nëse djali është 20 vjeçar dhe i thot nonës vet se e ke patjetër me pastru, me përgatit, me mhekuros, shtëpinë me pastru, a është në rregull kjo? Wa aleikum salam. I themi këtë djalë ti ki patjetër me pastru nonën, me alat teshat e me bo buke, me net gaditur nonës. Ki djalë ka patjetër, jo nona patjetër. Hiç nona, hiç kur një farë obligimi s'ka ndaj djalit të saj. Ka drejt mi thonë, çka dush ban, vet lau, veç për lau, vet ban buk, çka dush ban. Pse nona shqiptare, nona muslimane, është non kuptimin e plot të fjalës që ka mëshirë dhe dashurinë ndaj vllatit, s'do me thonë se e ka obligim me lash për lau dhe minet gaditun djalit të saj. Përkundrazi, djali i saj e ka obligim me shërbi nonën e vet. Ajo ka drejt mi thonë, unë e pisat nuk bëj as buk, as nuk të laj, as kur gjo, ti ke obligim me bë bukën, edhe ajo ka obligim fars, nëse si ban buk hin gjëna. Ti dush me milat teshat, ki du të me alat teshat dhe e ka farz obligim me alon nonës teshat. Dhe hinë gjëna nëse se alon nonës teshat. Pak ma shqip ta kalëzikat. Allahu Azza wa Jall thot, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allahu Azza wa Jall e ka bë obligim mos me adhuru askën tjetër pas Allahut Azza wa Jall. Dhe me qenë bamirës ndaj prindërve tonë. Askund nuk shkruan se nona e ka obligim me qenë bamirës ndaj fëmijës saj, djalit saj apo vajzës saj. Andaj shenja e kiametit është kur nona ka me lind mbretneshën e vet, kur vajza do të kërkojë prej nonës, nona ta shërbeje vajzën. Kjo është shenja e kiametit, se esenca është vajza dhe djali me shërbin nonën. Ajo me qenë mbretnesh i ka lind, i ka nxjerr selamet, çdo ato janë bot zot me punu, ajo duhet me ndet, këto duhet me punu për nonën. Jo nona me punu e ato do të me përces statuset edhe lajkat e dunjos. Fatkeqësisht që është duke ndodh. Këtë në telefon. Dhe kjo padrejtësi është duke u bën ndaj shumë nonave tona. Allah na falte, na përmirësoft. Amin. Që nona mu shiku me syrin sikur me qenë ajo shërbetore e shtëpisë. Ajo është mbretnesha e shtëpisë dhe gjithë shtëpia duhet t'i shërbejnë asaj. Na kemi një keq kuptim edhe fetar edhe edukativ në shoqërinë tonë. Sa që merr guximin fëmiu do të thotë djali me pyet se nona ai gjuna pse s'milon mu teshat edhe s'm ban buke edhe s'm rin gaditur. Ku ka kjo? Po. Përkundrazi, ti hin gjuna pse nonës nuk i rin gaditur, si alon teshat, si bën buke edhe nuk e shërben nonën tënde. Mos ta keq përdor me bamirësinë e nonave tona, atë mëshirën që Allahu a ka mbjell. Dhe të vetëdijsojmë dhe të përmirësojmë dhe ta ndryshojmë qasjen ndaj nonës. Mos ta shikojmë atë si shërbetor, ta shikojmë si mbretnesh, se gjithë na e kemi obligim asaj me shërbi. Jo ajo gjithë neve me na shërbi.
Edhe këto vajza që sot e bëjnë këtë gabim, nesër ato kanë mu bonona, alo mazi do t'ua bëjnë. Vajza dhe djem, se pyetja është për djalë. Edhe për djem edhe për vajza. Edhe për djem vlen e njëjtë edhe për vajza. 20 vjeçar, domethënë. Po. Veçaj mi thon nonës ballma ti 20 vjet nuk e këshit pisotën aton, ky herifi do thotë madje do me gjetë fetfa me shtin nonën edhe në gjunasht. Dhe nëse do me bo me shtin punë nonën, do me shtin edhe në fund pustit nonën, gjuna do ta shtije. Allah jo zofte për mi softat. Pyetja e radhës thotë kështu. Selam aleikum hoxhin nderuar. U ula me një vend për të pushuar dhe thash lutjen koncentrojmë me një vend për të pushuar. Domethënë lutja është 3 herë eudhu bi kelimatin e tamati mi sharri ma khalaq, po. Po. Edhe përse herë më ai shumë interesante çka pyetja. Ma bën Allah. Shish ka të pyetsi. Selam aleikum hoxhin nderuar. U ula në një vend për të pushuar dhe e thash lutjen koncentrojmë në një vend për të pushuar 3 herë eudhu bi kelimati llahi tamati min sharri ma khalaq. 3 herë. Dhe përsëri më ka fshuar mickohet. Më shumë se 10 herë. Ndërsa un kam dëgjuar se kush e thot këtë lutje nuk i ndodh asgjë. Deri sa të shohësh nga ai vend, desha t'ju pyes, a është e vërtetë se ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk të ndodh asgjë deri sa të shohësh nga ai vend, nëse po pse më ka fshuar mickohet. Allah është problem. Nuk bën hajgari pyetsi. Po. Thjesht ju ka bëu vezvese që kjo. Wa aleikum salam wa barakatuh. E para hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i sakt. Alhamdulillah. Është i sakt që ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ai që thot këtë dua në atë vend se nuk i ndodh asgjë. Nuk i ndodh asgjë. Se Allahu azza wa jalla e merr në mbrojtjen e tij. Po nuk do të thonë se Allahu azza wa jalla atë njeri me urtësinë e vetë detyrimin e tij absolute nuk e sprovon me ndonjë sprov me alartsu gradat. Sa të ka mujt me kafshu gjarpni. Ki gjene micko. Kim me pyetën shumë seriozisht, a është njëta mickoj dhe tërë që të ka kafshu apo 10 mickoja të ndryshme, hajde lujna ne këto. Ej super. Sështë i ka njeh 10 herë mickoj, i ka njeh atë 1 2 3. A me një vend kanë kafshuar në 10 vende të ndryshme. Dhe bëj edhe unë shtaj pyetje, po veç shtaj kena me këshirë tretani këta. Masi ke parashtru se pyetje. Subhanallah. Allahu azza wa jalla e ruan dhe mbron besimtare. Po nuk do me thonë se Allahu azza wa jalla nuk mundet ndonjëherë me urtësinë e detyrimit e tij absolute që besimtarin me sprovu me ndonjë sprov që me ja ngrit dhe lartësu gradat. Sa të ka mujt me kafshu lojani, ka mujt me kafshu gjarni, apo ndonjë x krijes tjetër, po Allahu azza wa jalla ka sprovu me mickoj. Me mickoj që nuk është ndonjë kur Jones është ndonjë ndodhi që kërkon intervenim kirurgjik. Amo këti këti ju ka bë vezvese. Po, ju ka bë vezvese. Njërin prej dietarëve islam e pyesin që Allah shumë pasuri kishte dhënë. Këti dietarit. Po, këti dietarit e pyesin dhe i thon si ta ka dhënë Allahu xhel këtë pasuri? Pse ta ka dhënë? Ka dhënë shumë jap sadaka. Edhe një tjetër ka shku gjithë pasurinë e tij ka dhënë sadaka. Edhe ka ardhur mas një kohë ka thonë këtë pasurinë e dash sadaka, komet qëll komet. Ka thonë ty më thave se ki dhënë sadaka, Allah të ka dhënë pasuri, unë e këtë pasurinë e dash komet. S'po kam pasuri. I thot këtë detare, unë e sadakan për Allah se kom dhënë që Allah me maksi me parë. Çfarë përgjigje fantastike. Po ti e ki dhënë pasurinë tënde që me fitu ma shumë parë, me fitu shpërblem. Me një jetë ndryqe. Edhe këtë du të me akshirë edhe njetin, a kupton, e ka bërë këtë njet edhe ka shku midis mickojeve ka hunç, edhe u kali me diçka që është tërheqse për mickojat. Po, leve, na knasëm pyetje. Po, shumë dilema hap kjo pyetje. Po. Apo e ka bërë me të vërtet, a ki ka duan. Vallahi, une, çdo herë që e bëj këtë dua, Allahu më ruan për çdo gjë. Po. Ta përsërisim edhe një herë, duaja hadithi. Kush e thot, tregoj hoxha. Eudhu bi kelimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Kur të ulesh me një vend apo? Po, kur shkon me një mal, me një vend të shkret, me një ulesh, do të thotë me një periferi qytetit kështu me radh, thu kërkoj prej Allahut azza wa jall të mbroje nga çdo sherr që Allahu e ka kriju. 3 herë. Po, 3 herë thu, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai që e thot këtë dua është në mbrojtjen e Allahut azza wa jall. Shtash, ky nëse ka dash me bo eksperiment, do thot ta zonë hadithin
në një moqurishtë të ku vlen një ckohet dhe është edhe shtajt e bëj duan edhe në denja të ishtë dhe bëj discovery, kjo së në regull. Gjitha se nash me njetë. Po edhe nëse thot njëri këtë dua, Allah Azza wa Jall mundet me esprovu me ndu një sprov për t'ja lartësu gradat. Dhe kjo regull ka për jashtë. Por generalisht, besimtare që e bën me njetë dhe bindje të thellë këtë dua, Allah Azza wa Jall e ruan dhe e mbron. Ai që dhe thot, ai ta provoj, edhe e provon. I del dhe thot, del në mitskoj, del në diçka të thot që edhe ajo e provon këtë. Shumë shperanci njeti dhe qasja në hadithet e pejgamberit. Shumë e qartë, se ti nëse shumë mirë të shpjeguar, do të thonë, nëse do ti më bëj eksperiment, se më e provu, a ka pas me të vërtet pejgamberi ajo, nuk ndodh që mundet me dal gjallë me të kaç. Apo kupton, shumë mirë sqarove. Çaj si do më e kupton, alhamdulillah. Prej praktikës besimtarët dhe njerëzit që praktikojnë këtë lutje, Allahu Azza wa Jall i ruan dhe i mbron nga çdo e keqe. E gërsirë dhe e keqe të përgjithshme. Kjo të mbron edhe prej xhineve, edhe prej shejtanëve, edhe prej krijesave, prej gërsirave, me lenin Allahut të mbron. Por kur e thot njeriu me bindje, po kur e thot ai ta testoj ti në kafas lëonave, midis lëonave, ta provoje, thot del një drejkë e mirë për lëona. Sa mirë shpjegove. Pyetja e radhës është kështu. Selam aleikum Habib. Thot, kallëzom drejt, a është e vërtet që nëse del pak urinë në rroba dhe ajo nuk është më e madhe sa një dirhem, nuk është farz më u pastru. Se disa xhallar po më thonë se patjetër duhet me qenë krejt i pastër. Pas një njoll dhe jam lodh thot shpirtnisht duke i ndëruar të mbrëmshmet edhe duke u pastru trupin nga 2-3 herë në ditë. Ma shpjego mirë të lutem o vëlla, do të thonë ki e ka problem ajo. Aleikum selam. Vezvese. Këtij vëllau ti themi, para që nuk është vezvese, që nuk është sprovu me këtë sprov, vlen fetfaje dietarëve që kanë thonë deri në 1 dirhem, do thotë arsyetohet për pastërtia në rroba ose në trup, shkaku i pamundësisë në realitet, që ti do thotë me i thonë vetë se 100% në asnjë pikë askon se ka. Ajo është diçka që i thonë sheriat yufa anhu. Thotë i falet dhe shifet midis gishtave që themi na. Por kur njeriu i shpeshtohet kjo dhe i bëhet ngarkim dhe presion psikik, do të thotë a jam as jam, këtë rast i themi mos ja vëndo veshin, vazhdo falu dhe mos i ndras të mbreshme të asgjë. Se njeriu është normale kur të urinon që të pastrohet me ujë, edhe mbetjet të ujit do të ketë edhe në rrobat e tij të mbrëmshme. Se kjo obligim ti me marrësh tash lupën, mikroskopin aty, edhe me do sa gram është kështu, sa gram, se kjo obligim, kështu lënë këtë punë. Mos u merr me këtë punë, vazhdo falo dhe lëre, hec përpara. Mos u merr me të mbrëmshmet. Se kjo çështje është e lidhur me psikën e njeriut. Dhe shumë njerëz që janë sprovuar me këtë sprov kanë mri deri në atë nivel që edhe me lën namazin. Po. Hoxha Bekir e kallzon njonin që e ka lënë. Po, edhe kjo do të thotë çon deri në një smundje psikike, do thotë edhe me një vezvese që pastaj e ki vështirë dhe më kthim brapa. Andaj këtij vllau ti themi fare s'ka dert. Merr abdes, do e kryen urinimin, pastro me ujë, shko merr abdes, falo, mos u kthe të bësh kontrollimin e të mbrëmshmeve tua. Mos e ço menën atje. Jo, mos e ço menën atje. Ai kam 2 pika, kam ka 3 pika. Falo. Çfarë? Ti veç përpara. Hiç. Maj se e pastru me ujë u kry, se uji e ndërpret urinën. Edhe me shkencë është dëshmu, se njeriu kur urinon dhe pastrohet me ujë, uji e ndërpret kanalin e urinimit, vetë lagja e organit me ujë, larja dhe pastrimi me ujë, çon urdhën në trun që kanali i urinës të mbyllet kapaki, u kry, s'ka më urinë, hiç mos u bën vezvese dhe shybe, edhe me shkencë ose është e dëshmu me kjo. Shifeni feja islami, para 1400 viteve që dikush ju ka duk primitive, dikujt se urinimi dhe urina ndërpritet në momentin e parë që ka ujë kontakt me organin gjinital, ndërpritet urina, s'ka më urinë. Kanali, ajo është një senzor, një që kanalin e urinës e mbyll. S'ka më urinë. Edhe ajo që është aty është ujë, nuk është urinë. Mos u bën vezvese, falu hec përpara. Alhamdulillah. Edhe nëse ndodh te dikush që me dal urina, ai përsëri kjo është mos mundje.
që ky njeri hin në kategorinë e sahibi uzrit, që thënë në kategorinë e njerëzve me arsye, që kanë arsye fetare, shkaku i ndonjë problemi shëndetësor. Është më problem shëndetësor që dush I mu falet. konsultu edhe me mjekun, që me marr medikamente të caktume që e din urologët apo kush janë eksperta asaj lëmia, do thotë të mësojnë se si dush me parandalu se kjo është edhe më sëmundje fizike që kërkojnë edhe trajtim. Por fare mos ja lejo vetvetes më bë vezvese. Ti vazhdo falun gjitha gjendjet. Se si të lash me ujë e shëndosh urina ndërpritet. Si të lash me ujë nëse nuk ndërpritet urina, ti je sahibi uzr. Je njeri me arsye që shkaku i sëmundjes nuk mundesh me ndërprej urinimin. As se ke obligim 5 herë ditë me ndru të mbrëmshmit e tua, s'është ti je në punja, ti je këtu, Zoti s'ta ka obligu kështu. As se ke obligim me ngarku veten me diçka që Allahu nuk të ka ngarku. Andaj mos u bën shybe, kur të mbarosh me urinimin, pastrohu me ujë edhe vazhdo faljen e namazit tënd. Pa kur një farë shybe. Allah të shpëlejtë. Inshallah vllau jon që e ka shujt këtë pyetje qetësohet mas kësaj përgjigje. Selam aleikum hoxhë nderuar, ka qenë djali pak pa qef, thotë edhe shoqja pi mërzijës ka shkuar ka frinte një gru djalin. E ajo i ka fri me plumb. Ka kohë që i shkon në shtëpi dhe rastësisht e gjejta thotë. A ka mundësi me më tregu mënyrën se si prishet kjo hemalie, atë çka do që është plumb, thotë. Faleminderit. Aleikum selam. E para herë bashortja duhet të bën tybe të Allahut, kërkon falje të Allahut që ka shku tek këto njerëzit që janë fallxhor, do thotë që shkrin plumb dhe kësi gjëra, thotë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, ai që shkon dhe viziton fallxhorin dhe i beson atij 40 ditë nuk i pranohet namazi. Hadithi është sahih i Muslimit. Kjo çështje nuk është e thjeshtë. Në para se mu marr me atë plumbin që e ka sjell te shtëpia apo hemalien, thotë duhet të trajtojmë këtë dukuri negative që nuk i lejohet besimtarëve dhe besimtarëve që të shkojnë tek fallxhorët, tek këta njerëz që shkrin plumb, që shikojnë në bardak, që të pyesin si e ka emrin personi, që të pyesin që kërkojnë prej teje një fotografi apo një rrobë apo një këpucë apo një gjësend nga personi që është i smur. Këto gjithë janë fallxhor. Këto janë simptome të fallxhorëve dhe magjistarëve dhe sehirbazëve. Njerëzve të ligë që nuk guxojmë dhe nuk lejohet fetarisht prej këtyre njerëzve me kërku çfarë do lloj ndihme. E as me u besu dhe as me pranu prej tyre ndonjë ndihmë caktuar. Dhe nuk lejohet edhe me i vizitu, vetëm me shku me i vizitu, me i ndëgju, dhe me mendu se tama me ko 40 ditë s'pranohet namazi. 40 ditë me mu falti dhe me s'me tu pranu namazi, kjo është një çështje për cilën duhet me të vërtet mu shqetësu çdo besimtar dhe besimtar. Por, hipotetikisht tonë se ka ndodhen dhe ka sjell të shtëpia bashortë ndonjë hemali, urgjentisht ajo hemali duhet të shkatërrohet, duhet të digjet, të prishet. Urgjentisht. Me abdes, me bismillah. S'ka nevojë me i thirr këto xhallar të dunjos për ta kallat. Merr abdes tu bismillah e kallat, kaq u kri. Dhe e largon prej shtëpisë. Nëse është diçka metal e shkrinë e djeg. E lan me ujë të frym e djeg, e shkrinë dhe e gjum. Që me prish atë keqen që i kanë bën në atë gjësent. Çfarë do të qoftë ajo? Wallahu alem, pra le të pendon te Allahu azza wa jall, le të mos e përsërisin asnjëherë më këtë veprim. Dhe atë gjësent që i kanë marrë nga fallxhori në mënyrë sa më urgjente të e shkatrojnë dhe e prishin. Allah na ruaj nga këto sherrë dhe këto të këqija. Hoç, Allah të shpërbleft për sot. Mendoj që ja boll. Merr frim pak edhe ti. Alhamdulillah. Allah i trujtë, shifemi podcastin e ardhshëm. Zoti shpëlbej për ftesën, mirupafshim. Shikues të nderuar, kjo është emisioni Merr Frim, podcasti Merr Frim. Sponsorat e keni përpara ekranit Komuni Mulajmëru. Selam aleikum.